Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Qielli hap thesarin e fatit. Këto 5 shenja do pushtojnë pasurinë dhe lumturinë e madhe. Qielli po përgatitet të hap një thesar të fshehtë dhe Yjet janë në lëvizje për të shpërndarë dhuratat më të mëdha që universi mund të japë. Një rrymë energjie e artë po zbret nga lart, duke u përqendruar te 5 shenja të veçanta që kanë kaluar prova, durim, sakrifica e momente të vështira, por që nuk kanë humbur besimin. Kjo nuk është thjesht një periudhë fati të zakonshëm. Është një hapje qiellore ku çdo gjë që ka qenë e bllokuar më parë, fillon të lëvizë me shpejtësi. Parat, mundësitë, dashuria dhe gëzimi bashkohen në një pikë të vetme, duke krijuar një portë të fuqishme bekimesh që do t'i shndërrojë ditët e ardhshme në një periudhë të ardhë. Qielli flet qartë. Kush ka pasur zemër të mirë, kush ka duruar pa u ankuar, kush ka ndihmuar të tjerët edhe kur vetë s'kishte shumë, tani është koha të marrë shpërblimin e tij. Energjitë planetare krijojnë një kombinim unik që sjell fitime të papritura, lajme gëzimi, ndryshime pozitive në karrierë dhe në marrëdhënie. Është si të hapet një derë që ka qenë mbyllur për vite dhe më në fund drita hyn me fuqi të plotë. Në ditët që vijnë, 5 shenja do ndjejnë në shpirtin e tyre se diçka e madhe po ndodh. Mund të jetë një telefonat, një mundësi e re, një person i veçantë apo një shans që ndryshon rrjedhën e jetës. Qielli do t'i udhëheqë drejt pasurisë, lumturisë dhe realizimit personal. Nëse po ndjen një energji ndryshe këto ditë, nëse universi po të dërgon shenja në mënyra të çuditshme, mos dysho sepse është vetë thesari i fatit që po hapet për ty. Sepse kur universi vendos të shpërblej, ai nuk dërgon thërrime, por dhurata që të ndryshojnë jetën përgjithmonë. Demi. Demi është një nga shenjat që hyn në qendër të këtij bekimi qiellor. Ju që jeni të qëndrueshëm, punëtor dhe me zemër të madhe, do të merrni një shpërblim të madh financiar. Qielli po hap thesarin për ju në fushën e lekëve dhe të punës. Një mundësi që e keni pritur prej kohësh vjen përmes një personi ose një lajm që do ju gjejë në momentin më të papritur. Është koha e ndryshimeve të mëdha në karrierë, të fitimeve të reja dhe të një rritjeje që do ju bëjë të ndiheni të vlerësuar sikur më parë. Në dashuri, harmonia rikthehet dhe një ndjenjë e vjetër mund të ndizet përsëri, por këtë herë me më shumë pjekuri dhe stabilitet. Universi po ju tregon se çdo durim shpërblehet në momentin e duhur. Binjakët. Për binjakët, ky është momenti i rilindjes. Më 15 nëntor e më tej, Yjet ju hapin rrugën drejt suksesit. Fati është në anën tuaj, sidomos në komunikim, ide dhe projekte të reja. Një lajm që vjen në formë bashkëpunimi apo një mundësi që ju sjell fitime të menjëhershme, do t'ju ndryshojë gjendjen ekonomike. Kjo periudhë është e mbushur me surpriza dhe një takim i rastësishëm mund të kthehet në fillimin e një historie dashurie të bukur. Mos keni frikë të flisni, të kërkoni, të merrni hapin e parë. Universi do t'ju mbështesë në çdo fjalë që thoni. Qielli po ju mëson se fjalët e duhura, në momentin e duhur, hapin çdo derë. Luani. Luani është gati të pushtojë botën dhe qielli këtë herë është në krahun tuaj. Një periudhë ku do ndiheni si mbretër të fatit tuaj. Gjithçka që keni dëshiruar në heshtje, tani fillon të bëhet realitet. Në aspektin profesional, një sukses i madh ose një vlerësim publik do t'ju sjellë njohje, famë dhe fitime. Në dashuri, do të ndiheni më të sigurt, më të dëshiruar dhe më të dashur se kurrë. Yjet ju japin një ndjenjë të fortë vetbesimi dhe çdo vendim që merrni këto ditë do të sjellë fitore. Qielli po ju kujton se kur besoni në veten tuaj, asgjë nuk ju ndalon. Britsjapi. Pas shumë përpjekjesh, më në fund rrjedha e jetës po ndryshon për ju. Më 15 nëntor dhe ditët që e pasojnë, vjen një fazë që do ta mbani mend gjatë, një projekt i ri, një mundësi financiare apo një ndryshim që ju sjell siguri dhe gëzim. Britsjapi do të ndjejë se universi po e shpërblen për çdo orë pune, për çdo durim, për çdo natë të kaluar me mendime. Në dashuri do ketë përmirësim të madh, një person do t'ju tregojë se ju vlerëson vërtet. Qielli po ju tregon se puna dhe përkushtimi juaj nuk kanë qenë kot, tani është koha të korrni frytet. Peshqit. Për ju, kjo është një periudhë magjike. Qielli hap thesarin e ndjenjave dhe të fatit për ju që keni shpirt të pastër e zemër të madhe.
Një lajm i mirë do t'ju emocionoj, mund të jetë një mundësi pune, një ndihmë që vjen papritur, apo një person që ju ofron dashuri të vërtetë. Në aspektin shpirtëror do të ndiheni më të qetë se kur më parë, sikur diçka e padukshme po ju mbron dhe ju udhëheq. Financat përmirësohen, planet fillojnë të realizohen dhe çdo ëndër që dukej e pamundur tani merr formë. Qielli po ju përqafon me dritë, duke ju dhënë atë që keni kërkuar me shpirt, jo me ego.